Moti i përkeqësuar që përfshiu vendin gjatë ditëve të fundit ka lënë pasoje të dukshme përgjatë vijës bregdetare të Vlorës. Erërat e forta dhe dallgët e mëdha kanë sjellë sasi të konsiderueshme erëre, mbetjesh dhe papastërtish, duke ndikuar negativisht si në pamjen estetike të Bregdetit, ashtu edhe në lëvizjen e qytetarëve dhe pushuesve. Një nga zonat më të prekura është plazhi i ri, ku situata paraqitet problematike. Një pjesë pedonale së dedikuar për këmbësorët është mbuluar nga rëra e sjell nga deti, duke e bërë të vështirë kalimin për banorë dhe vizitorë që frekuentojnë zonën. Në disa segmente, rëra kanë mbuluar pothuajse tërësisht sipërfaqen e shëtitores, ndërsa një pjesë tjetër janë vërejtur metje plastike, alga deti dhe materiale të tjera të sjella nga dallgët. Në fakt, kjo situatë përsëritet sa që moti përkeqësohet. Nevojitet një ndërhyrje më e shpejtë dhe më e organizuar për pastrimin e zonës, pasi kundër po ndishin pamjet ky territor nuk e ka njohur kur dorën e investimeve. Fenomenet e tilla janë pasojë drejt për drejt e kushteve atmosferike, por edhe mungesës së menaxhimit afatgjatë të vijës bregdetare. Ndërkaq, duhen masa parandaluese dhe plane mirëmbajtje të vazhdueshme për të shmangur përsëritjen e këtyre problematikave në të ardhmen. Ndërkohë, shpresohet që pastrimi i plazhit të ri të kryhet sa më shpejt, në mënyrë që Bregdeti i Vlorës të rikthejë pamjen normale.